Çfarëdo qëllimi të ketë pas qëndrimeve të Monika Kryemadhit në raport me Ilir Metën dhe në qëndrimet e Ilir Metës ndaj Monikës, po dëshmojnë se janë çifti më i paskrupull. Një vit më parë, pasi SPAK kishte përfunduar hetimet paraprake dhe kishte marrë në pyetje Ilir Metën, Monika e Fatime Kryemadhin, i pandeuri Ilir Meta shpalli tradhtarët dhe spionët e partisë që sipas tij u gjunjëzuan para pazareve të BK-s dhe SPAK. Si kryetradhtare e kryespiune, Ilir Meta etiketoi të shoqen Monikën, me të cilën pasi shkëputi kontaktet dhe e përzuri nga partia, kërkoi divorcin në gjykatë. U largua nga shtëpia dhe jetoi te hoteli luksozit të famshmit Lul Morina deri më 21 tetor 2024 kur e arrestuan. E vërteta është që Monika Kryemadhi, Fatime Kryemadhi dhe bashkë me to Endrit Brejmllari, Elvis Mataj dhe Elona Guri me urdhër të Monikës deklaruan para agjentëve të BK-s dhe para prokurorit të SPAK-ut se Ilir Meta është përgjegjës për pazaret korruptive me bizneset, pastrimin e parave, lobimet financiare, transaksionet, pasuritë e paligjshme dhe fshehjen e tyre. Pas arrestimit të Ilir Metës e deri para shpalljes së listave të kandidatëve për deputet, Monika Kryemadhi u strukte vila në Lalz, nuk doli publikisht dhe heshti plotësisht, ndërsa Ilir Meta gjatë seancës gjyqësore për masën e sigurisë arrest në burg e pa me neveri Monikën. Por pas shpalljes së listave për deputet, Monika u bë e gjallë duke nisur fushatën për Ilir Metën, madje me 24 mars 2025 i festoi datëlindjen me një tortë me urimin që të zgjidhet deputet. Disa herë me deklarimet në Facebook e media, Monika, që e tradhtoi Ilirin te BK dhe SPAK, ka thënë se do votojë për ish bashkëshortin dhe ka bërthirrje të votojnë që ai të bëhet deputat. Pak ditë më parë ajo postoi një mesazh në Facebook me këtë tekst: "Ju uroj një ditë të mbar, do trokas në çdo derë, do ta hap me zemër dhe do të kërkoj votën për ndryshimin që duan shqiptarët dhe për Ilir Metën. Votoni numrin 1 dhe kandidatin Ilir Metaj." Ditën e shtuni, biri Besar Metaj publikoi një poster të koalicionit PD Shqipëria Madhështora me fotografi të Ilir Metës, ndërsa Monika e përshëndeti duke thënë: "Sot ke treguar edhe një herë që je rritur. Bravo Besar Metaj, jam krenare për ty, votoni për Ilir Metaj." Pra Monika me dëshmitë e saj, të ëmës dhe të bashkëpunëtorëve, futi në burg bashkëshortin që e bëri super të pasur, ndërsa tani po bën fushat që ai të zgjidhet deputete të dalë nga burgu.